me ëndra të bukurat për jetën, e që të jenë në çdo moment në krah të njëri tjetrit, e të kenë një familje, çdo gjë u shkatrua dhe askush nuk mund të dilte i gjallë nga tragjedia që ndodhi në Podujev. Detajet e tjera janë zbuluar në lidhje me 31 vjeçaren Ardita Gashi, e cila nuk ka pranuar në asnjë moment ndarjen pas 2 vitesh lidhje. Shoqjet e saj kanë deklaruar se ajo ka qenë shumë e dashuruar me 43 vjeçarin Brahimi, i cili prej shumë vitesh jetonte në Gjermani. Në mendjen e saj, ajo kishte formuar familjen ideale, por çdo gjë u shkatrua pas bisedës së fundit telefonike mes çiftit. Pas një debati, mësoi se Iliasi i ka thënë Arditës se mes tyre nuk funksionon dhe është më mirë që të ndahen e secili të shohë jetën e tij. Ardita e ka ruajtur qetësinë dhe i ka thënë: "Unë e pranoj çdo vendim që ti merr, por si dy njerëz të rritur, eja dhe ma thuaj përballë që të ndahemi. Kjo do të ishte më e drejtë." Gjatë kohës që 43 vjeçari ka marrë rrugën për te shtëpia e saj, duket se Ardita ka planifikuar çdo gjë me detaje dhe nuk ka lënë asnjë i dashur i saj të dalë nga makina. Dihet fundi tragjik i çiftit dhe mësohet se konflikti ka ardhur nga ndarja. Ndërkohë për këtë rast ka reaguar dhe daja e Iliasit, i cili është shprehur se nipi i tij ka thënë se po shikon të marrë një vajzë për shtëpi, por ende nuk e kishte vendosur. Sipas dajës, nipi e ka takuar Arditën vetëm 2 herë dhe asnjë puthje nuk ka shkëmbyer. Gjithsesi, rrethanat e ngjarjes tregojnë se asnjë femër nuk do të merrte një vendim kaq drastik për një djalë me të cilin është takuar vetëm 2 herë në jetën e saj. Pas asaj që ndodhi, pesha më e madhe i ka mbetur familjeve që humbën ty të rinj në moshën më të bukur.